Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takoheni me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Me thonë drejtën, këtë Loredanën e kam kështu si anti-stres, më besoni. Shkoj ke shtëpia, i lodhur nga puna dhe hap TikTokun të shoh çfarë me shka bërë Loredana. Është një vajzë që ka një sens humori të paimagjinueshëm. Sinqerisht, Jozi, po të dihet ta mban këtë gocën, do t'jetë çuni më i lumtur në botë, se sa humor ka kjo gocë, edhe se si e përdorën, më thënë sa lezetshëm e sjellën te publiku. Gjatë natës së mbrëmshme, po bisedonin në lavanderi pas festës mbi të cilën organizoi vllau i madh, dhe Loredana i thot Jozit, thot vdekjen, thot e kisha imagjinuar, po se të shkoj tek ditëlindja e ishit, me vajzën që po bëhet tani, këto thot mendja s'ma kishte marrë. Dhe në fakt është një moment qesharak se si Loredana i përshkruan gjërat dhe unë në fakt e dua Loredanën më gjatë brenda kësaj shtëpie, sepse po na dhuron shumë humor dhe ne kemi nevojë për pozitivitet. Dhe tani Jozi thot aman, thot mos ma thuaj thot këtë gjën, thot mos e përmend. Dhe Loredana shkon i jep një përqafim, do me thënë i jep një lloj mbështetje. Siç duket Loredana e do shumë Jozin dhe unë do kisha dashur që çifti të bëhet bashkë, sepse ato kanë shumë gjëra të përbashkëta, do me thënë Jozi me atë tipin e tij, me atë çunin gangster, me atë çunin që do me thënë është një djalë aristokrat me mendime shumë të larta, me arritje shumë të mëdha, ndërsa kjo Loredana që futet do me thënë nga kornja i themi ne, është një super çift fantastik dhe do t'ishin shumë të lumtur në jetën e tyre, le ta marrin këtë si rekomandim, se besoj që edhe prindërit e tyre janë shumë të lumtur kur po shohin këtë plusin minusin që janë ato, se një çift plus nuk shkon. Kështu ka lezet, do me thënë, kur ai tjetri është duke bërë një punë për qefin e tij dhe është i fokusuar në punë, dhe imagjinoni që vjen Loredana dhe ja fut një muhabet që nuk ka të bëj fare me situatën, është momenti më i lumtur në shtëpi, do me thënë krijon atmosferë, krijon kënaqësi, dhe kjo në fakt më pëlqeu shumë. Siç duket Lori dhe Jozi po afrohen shumë me njëri tjetrin dhe mund të kemi një rikthim të dashurisë së tyre. Tashmë Jozi ndoshta ka arritur të kuptoj se po bën disa gabime të cilat ndoshta janë jo të mirë menduara nga ana e Jozi dhe do përdor më së shumti mendjen e tij për të arritur mendime dhe për të kuptuar qëllimin mbi të cilin ai e ka dhe dëshiron ta krijon brenda në këtë reality show, por ky lloj momenti më tërhoqi shumë. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj, a e shikoni ju Jozin edhe Loredanën çift në të ardhmen?